Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe komisioneri për zgjerimin Stefan Füle mirëpritën përmes një deklarate të përbashkët për shtyp formimin e qeverisë së re në Kosovë dhe zgjedhjen e presidentit, pavarësisht se ishin vënë në dieni mbi mënyrën se si u votua një ditë më parë në kuvend ekipi i ri udhëheqës. Presim me padurim që të punojmë me ta për të përmirësuar jetën e njerëzve në Kosovë dhe të ndihmojmë ata për të përmbushur perspektivën europiane të vendit. Ne llogarisim gjithashtu se qeveria e re do të merret me reformat prioritare, veçanërisht me forcimin e administratës publike, sundimin e ligjit dhe se do të garantojë integrimin në të gjitha komunitetet. Ne mirëpresim vendosmërinë e qeverisë së re për nisjen e dialogut Prishtinë-Beograd. Në këtë kuadër shprehim dishmërim për të punuar ngushtë me kryeministrin dhe ekipin e tij të ri. Zëdhënësit respektive të Ashton dhe Füle u pyetën disa herë gjatë konferencës për shtyp mbi legjitimitetin e përfaqësuesve të rinj të shtetit të Kosovës, duke ju referuar të dhënave për mos respektim të kushtetutës së vendit, për depresionit të ushtruar ndaj deputetëve të pranishëm në Kuvendin e Kosovës, derisa u sigurua kuorumi i nevojshëm i votave. Ne jemi në dieni të vështirësive që u hasën natën e kaluar gjatë votimit. Ne kërkojmë të gjithë partive politike atje të punojnë së bashku në mënyrë konstruktive. I kemi parë raportet e po presim të shohim në mënyrë më të saktë dhe nga pikpamja institucionale për zgjedhjen e tyre. Duhet të shohim me vëmendje nëse një gjë e tillë ishte apo jo në kundërshtim me kushtetutën. Por momentin është ky bashkëpunimi me një qeveri në Kosovë sepse siç e dini për ne kjo përbën një çështje vazhdie për nisjen e dialogut Prishtinë-Beograd, që është prioritet i rëndësishëm i yni. Kemi theksuar gjithashtu faktin se qeveria e re duhet merret me çdo lloj parregullësie të hasur gjatë procesit zgjedhor e i takon qeverisë që ta bëjë atë. Sa i takon aspektit institucional, po e vëzhgojmë atë në mënyrë të tërësishme, në mënyrë që të ndërmarrim veprime në rast nevoje. Ne dham qëndrim të qartë për sa i takon pozicionit tonë mbi formimin e qeverisë dhe zgjedhjes së presidentit të ri në Kosovë. Do të kemi një raund tjetër përfundimtar konsultimesh me autoritetet përkatëse, përpara se të nisim dialogun Prishtinë-Beograd. Besoj se dialogu do të nisë gjatë javëve të ardhshme, por nuk mund të jap datë të qartë për këtë, pa u mbyllur procesi i këtyre konsultimeve. Nuk jap dot një datë saktë, por ne presim që dialogu të nisë gjatë këtyre javëve në vazhdim. Ndryshe nga tradita e deritanishme europiane, agjenda e presidentit të Komisionit Barroso nuk përfshinte ende, sipas zëdhënësit të tij, ndonjë takim të mundshëm së afërmi me presidentin e ri Bexhet Pacolli apo kryeministrin Hashim Thaçi. Arta Tozaj, Top Channel, Bruxelles.